Bektashizmi shqiptar ka patur avantajën e madh të jetë epicentër botërore, kryegjyshata botërore. Shteti shqiptar, ndonse në Shqipëri feja është ndarë nga shteti, duhet të përmbush çdo lloj detyrimi që i rrjedh ose që mund të kontribojë në rikthimin apo rinjohjen e kreut të bektashizmit shqiptar si kryegjysh dhe si kryegjyshat botërore. Kjo natyrisht nuk varet vetëm nga shteti shqiptar. Bektashizmi ekziston në disa shtete dhe janë dhe ato shtete të cilat duhet pajtohen që bektashit e tyre të kenë epicentër në Shqipëri. Pra, nuk bëhet fjalë këtu, bëhet fjalë strikt për një operacion me të cilin Edi Rama don të krejt një shtet personal për parat dhe pasaportat diplomatike. Partia Demokratike ka qenë dhe është e prerë ndaj kësaj nisme antikushtetuese, antishqiptare, antikombëtare e tjerë me radhë.